Pas edicionit shkurtër të lajmesh, do të shkojmë drejt për drejt në një konferencë që organizohet nga Ministria e Drejtësisë dhe Ambasada Britanike. Merr pjesë dhe Ministri Eduard Alimi, është Samineza Teksa po flet, po prezantohet digitalizimi i ankimimit nga qytetarët ndaj gjyqësorit dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Kjo bëhet kuadër 10 maj për ditës së drejtësisë. Shumë e lehtë dhe të kështu të lehtësojnë punën e tyre për të shmangur mbi vendosjet në kontrollin ndaj gjyqësorit. Ankimimi online dhe administrimi elektronik e bën më të dukshme rrugën e ankesës në institucion, pra arrit në maksimum transparencën, qoftë ndaj qytetarëve, po qoftë ndaj atyre rezervave ose syve të cilët janë të interesuar për të mësuar rreth transparencës së institucioneve publike. Po ashtu, ankimimi online zhduk plotësisht apo zvoglon kontaktet me zyrtarëve publik që administrojnë ankesën dhe qytetarëve në kohën e aplikimit dhe administrimit të ankesës. Ju e dini tashmë se reduktimi i kontakteve zyrtar publik qytetar në momentin e marrjes së shërbimeve zvoglon mundësinë e incidencës së korrupsionit. Me këtë rast, unë dua të falenderoj Ministrin e Drejtësisë zotin Eduard Alimi dhe zyrtarët e lartë në KLD, kryeinspektorin e KLD zonjën Valbona Vataj, për interesin dhe mbështetjen që i ka dhënë projektit. Ne kemi gjetur një bashkëpunim shumë të mirë dhe i falenderoj për pranimin e tyre në këtë promovim. Po ashtu falenderoj ambasadën britanike për mbështetjen që i dha këtij projekti dhe zotin ambasador, shkëlqësinë e tij Nicholas Cannon, i cili është i pranishëm sot mes nesh. Falenderoj të gjithë ata punonjës dhe bashkëpunëtorët e qendrës që punuan për këtë projekt dhe po ashtu falënderime për inxhinierët e IT-s që u shkputën për disa muaj nga kompania e tyre Arc IT dhe ju bashkangjitën qendrës për transparencë. Tani fjalën ja kaloj ambasadorit britanik në Tiranë, zotit Nicholas Cannon. Honourable Minister, gentlemen of the press, it's a great pleasure for me to take part, together with the Minister of Justice, in this inauguration of the new complaints procedure for cases involving the judiciary. Të nderuar të ftuar, nderuar zoti ministër, jam shumë i lumtur që marr pjesë në inaugurimin e portalit për ankimimet online nga qytetarët. Our involvement with this project takes place in the framework of our cooperation with the Ministry of Justice and the Judiciary in taking forward reform in the legal sector. Bashkëpunimi ynë për këtë projekt është pjesë e bashkëpunimit tonë me Ministrinë e Drejtësisë dhe Gjyqësorin për punën në reformën në drejtësi. This activity is important in itself, but also plays a significant part in Albania's progress towards EU accession. Ky projekt është në vetvete shumë i rëndësishëm, por edhe ndihmon shumë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. It's vital in a democracy that judges must be independent. Në një demokraci është vitale, është etike që gjykatësit të jenë të pavarur. But that does not mean that they can be above the law. Kjo nuk do të thotë që ata të jenë mbi ligjin. It is a difficult balance. Është një balans, një ekuilibër i vështirë. But we would support the government's wish to examine again the question of immunity of judges and to limit its scope to what is absolutely necessary to perform their duties. Por ne mbështesim qeverinë në punën e tyre për të reduktuar imunitetin e gjyqtarëve që do t'i shërbejë punës së tyre. We hope that a political consensus can be achieved on this to enable appropriate legislation to be enacted. Që një konsensus politik do të arrihet për këtë çështje në mënyrë që të procedohet. This current project is a contribution to this process. Edhe ky projekt është një kontribut ndaj këtij procesi. Of course, many citizens are unhappy with decisions taken by the judiciary and want to complain about them. Natyrisht shumë qytetarë janë të pakënaqur nga vendimet e gjykatave dhe natyrisht duhet të ankohen. Often these complaints are inaccurate or based on ignorance of the law or of court procedure. Ndonjëherë disa ankimime mund të jenë të pasakta për shkak se njohuritë mbi ligjin apo procedurën janë të varfra. But sometimes the citizen is right to complain. Por në disa raste qytetari ka shumë të drejtë në atë që po ankohet. It is important that complaints are investigated. When the citizen has misunderstood the situation, he should get a clear explanation. Është shumë e rëndësishme që ankesat e qytetarëve të shqyrtohen dhe kur ai ka thjesht mungesë të njohurive të ligjit, gjithsesi duhet të marrë një përgjigje të qartë për këtë.
if a complaint exposes errors by an individual in the legal system or a wider structural problem, corrective action can be taken. Por në qoftë se ankesa tregon për një shkelje të detyrës nga nga antarë të gjyqësorit, atëherë duhet të merren masa menjëherë kundër kësaj performance. This project aims to standardize the complaints procedure, both to help the citizens and to make easier the process of investigation. Ky proces, ky portal i ankimimit online e bën të mundur që të kemi një proces ankimimi të standardizuar dhe ankesat shqyrtohen hap pas hapi. It puts complaint forms online at the websites of the two institutions that deal with complaints against judges, the Ministry of Justice and the High Council of Justice. Ankesat e qytetarëve në bazë të këtij portali do të arrijnë në një website të Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të cilët janë dhe institucionet që marrin ankesat ndaj punës së gjyqtarëve. This move is in line with the e-government strategy of the Albanian government. Ky projekt është në linjë me punën e qeverisë për e-government. I hope that it will be tested by the public and found useful. Shpresoj që publiku do ta testojë dhe do ta gjejë të vlefshme. In the long run, I hope this project will help to change public perceptions of the judiciary and improve public trust in the legal system by making it more transparent and simplifying procedures. Shpresoj që në të ardhmen ky projekt të ndihmojë në rritjen e transparencës së gjyqësorit, në rritjen e besimit të publikut ndaj sistemit gjyqësor. Thank you very much. Ju falemnderit. Fjalën e ka Ministri i Drejtësisë zoti Eduard Halimi. I nderuar shkëlqyesi ambasador Kenan, i nderuar zoti Neza, i nderuar zoti Joakim, shefi i misionit Euralius, zonja zëvendësministër, zoti zëvendësministër, zonja kryeinspektore e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të nderuar pjesëmarrës. Sot jemi në një ditë shënuar. Festojmë ditën e drejtësisë. 99 vjet më parë, në 10 maj të vitit 1912, u hodhën hapat e parë për krijimin e një sistemi gjyqësor të drejtë dhe profesional. Kjo ditë, e bashkë me të gjithë këto vite histori, duhet na shërbejnë ne për të evidentuar përpjekjet dhe arritjet e përbashkëta për një sistem gjyqësor të drejtë, të pavarur, por dhe të përgjegjshëm. Muajin e parë, ne kemi marrë angazhimin për kryerjen e inspektimeve online në sistemin gjyqësor. E kemi premtuar inspektimin online, duke patur në vëmendje që prioriteti i vitit 2012 do të ishte digitalizimi i gjithë sistemit drejtësisë. Shfrytëzimi maksimal i të mirave të teknologjisë së informacionit ka qenë një ndihmë e madhe në realizimin e prioriteteve tona. Kemi qenë të vendosur të implementojmë teknologjinë në çdo sektor të sistemit drejtësisë. Plani ynë i jashtëzakonshëm për digitalizimin e gjithë sistemit drejtësisë po merr jetë çdo ditë. Para disa javësh, së bashku me partnerë tjerë ndërkombëtar, ne inauguruam digitalizimin e gjithë seancave gjyqësore nëpërmjet sistemit audio recording për të parë në dritë diellit dhe për të dëgjuar çdo fjalë, çdo gërm që thuhet në seancat gjyqësore. Pak ditë më parë, digitalizuam një aktor shumë të rëndësishëm, shërbimin notarial, dhe përuruam pikërisht sistemin One Stop Shop për noterët, i cili nga 1 qershori do të jetë i aplikueshëm për gjithë qytetarët e Tiranës. Sot, në këtë ditë jashtëzakonisht të rëndësishme për drejtësinë, kam kënaqësinë që të inaugurojmë sistemin e ankesave online të qytetarëve ndaj gjyqësorit. Portalin më të rëndësishëm të marrëdhënieve të publikut me drejtësinë. Ky portal ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, sepse pikërisht konsolidon monitorimin e gjyqësorit nga ana e publikut dhe është padyshim një hap i jashtëzakonshëm në gjithë marrëdhënien e brisht, do të thoja, ndërmjet publikut dhe drejtësisë. Ky sistem krijon një hapësirë të re të shprehjes së qytetarëve ndaj gjithë sistemit drejtësisë. Sot
ngrihet një urë e re, një urë e fortë komunikimi dhe partneriteti midis qytetarëve dhe sistemit drejtësisë, po ashtu ndërmjet qytetarëve dhe dy institucioneve shumë të rëndësishme që monitorojnë drejtësinë, Ministrisë Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë Drejtësisë. Nëpërmjet këtij portali, portalit të ankimimit online, ne forcojmë pozitat e qytetarit përballë sistemit dhe krijojmë atij të gjitha mundësitë për të na monitoruar, jo vetëm sistemi, por për të na monitoruar edhe ne, edhe Ministrinë e Drejtësisë, edhe Këshillin e Lartë Drejtësisë. Vendosim sot në këtë ditë shënuar një standard të ri të marrëdhënies së publikut me drejtësinë. Sot ka përfunduar tërësisht portali, ka përfunduar tërësisht trajnimi dhe është trajnuar stafi administrativ, kryesisht inspektorët, të cilët merren me pjesën e inspektimit gjyqësor. Ankesat e qytetarëve ndaj sistemit drejtësisë nga java e ardhshme do të jenë online. Çdo qytetar, vetëm brenda pak minutave, do të ndezë llampat alarmit, do të sinjalizojë Ministrinë e Drejtësisë apo Këshillin e Lartë Drejtësisë për çdo keq funksionim të sistemit drejtësisë. Brenda pak sekondave, qytetari do të marrë konfirmimin se ankimi i tij ka filluar të trajtohet. Dhe ajo që është më e rëndësishme, 24 orë, qytetari do të shohë se çfarë po bëhet me ankimin e tij. Po i jepet rrugë apo burokratët po vazhdojnë të flejnë mbi ankimin e tij. Një portal jashtëzakonisht i rëndësishëm ky. Ajo që është po shumë e rëndësishme, thash, do të jetë pikërisht monitorimi që qytetarët do t'i bëjnë Ministrisë Drejtësisë. Monitorimi që qytetarët do t'i bëjnë Këshillit të Lartë Drejtësisë. Ky sistem online, lider në rajon, është projektuar si një lloj projektori, si një lloj ndryshuesi i fortë që publiku i drejton institucioneve të drejtësisë për të parë qartë mënyrën se si ato funksionojnë për të zgjidhur problemet e tyre. Në ndritën e këtyre projektorëve të publikut do të jetë Ministria e Drejtësisë, por do të jetë dhe Këshilli i Lartë të Drejtësisë, të cilët do të marrin përsipër përgjegjësinë për të trajtuar me seriozitet dhe profesionalizëm çdo ankesë qytetarëve. Teknologjia e informacionit edhe këtë radhë vihet në shërbim të drejtësisë dhe lehtëson rrugën drejt standardeve të Bashkimit Evropian. I japim fund sot epokës së dokumentave të panumërta dhe letrave që mbeteshin në sirtarët e zyrtarëve e ngjitsin aty për faj të burokracisë dhe fillojmë lëvizjen me një shpejtësi të re. Fillojmë lëvizjen me shpejtësinë e internetit. Përfshirja aktive e publikut në vendimarrje e bën atë të monitorueshëm, më të përgjegjshëm dhe e bën më të përgjegjshëm përballë gjithë kushtetutës dhe ligjit, gjithë sistemin e drejtësisë. Ankimi online i pajisë qytetarët me mjet shumë të mirë kontrolli ndaj institucioneve të drejtësisë. Fal aktivizimit të tyre mund të identifikohen lehtësisht problemet, si dhe të frenohen sillet korruptive, duke vendosur sistemin gjyqësor dhe atë të drejtësisë në përgjithësi në një monitorim shumë të rëndësishëm, siç është monitorimi i publikut. Sot, në ditën e drejtësisë, kemi një arsye më tepër për të besuar tek drejtësia dhe për të bërë secili prej nesh kontribues në identifikimin e problematikave, të bindur se identifikimi i problematikave do na çojë dhe drejt zgjidhjes së këtyre problematikave. Ne jemi të vendosur që marrëdhëniet publik-drejtësi ta kurojmë, ta zhvillojmë, ta përmirësojmë. Ky sistem online me ankesave dhe menaxhimit të tyre mundson përmirësimin e kësaj marrëdhënie jashtëzakonisht të rëndësishme. Ndaj një pikë, më lejoni të falenderoj asistencën e shkëlqyer të dhënë nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndihmën e jashtëzakonshme për pranimin e kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë për ta implementuar këtë sistem në Ministrinë e Drejtësisë dhe për ta implementuar po ashtu dhe në Këshillin e Lartë Drejtësisë. Kemi realizuar një sfidë të rëndësishme, e cila përqendron vëmendjen tek qytetarët, ata që përballen çdo ditë me vendime gjykatash, prokurorish, sot janë më të mbrojtur në garantimin e të drejtave dhe lirive të tyre. Unë ju garantoj që Ministria e Drejtësisë ka një vullnet të hekurt për të ecur më tej me reformat, për të realizuar ato në kohë dhe me cilësi dhe me standarde europiane. Po sot,
do doja të falenderoja dhe ekipin e shkëlqyer të ekspertëve të IT-s që kanë bërë një punë model duke vendosur këtë standard të portalit të ankimeve online, duke vendosur një standard lider në rajon. Dhe i falenderoj për punën jashtëzakonisht shkëlqyer që ata kanë kryer. Po sot duke përfituar nga ky event, do të doja të inauguroja dhe të nxirja para medias dhe logon e re të Ministrisë Drejtësisë, e cila është një logo e punuar edhe kjo nga një grup ekspertësh të talentuar, jashtë dhe brenda Ministrisë, në kuadrin edhe të 100 vjetorit të pavarësisë. Edhe njëri faleminderit dhe gëzuar festën e drejtësisë. Zonja Valbona Vata, kryeинspektore e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, do të flasë për ju tani. I nderuar shkëlqësi ambasador, i nderuar ministër i drejtësisë, të nderuar drejtues të misionit Aurelius, të nderuar zonja dhe zotrinj pjesëmarrës. Është kënaqësi për mua dhe njëkohësisht gjej rastin që fillimisht të falenderoj ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar për financimin e Ky ishte takimi në Ministrinë e Drejtësisë, do të kemi sërish një lidhje të drejtë për drejtë. Bashkëpunimi ynë për këtë projekt është pjesë e bashkëpunimit tonë me Ministrinë e Drejtësisë dhe Gjyqësorin për punën në reformën në drejtësi. Ky projekt është në vetvete shumë i rëndësishëm, por edhe ndihmon shumë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një demokraci është vitale, është jetike që gjykatësit të jenë të pavarur. But that does not mean that they can be above the law. Kjo nuk do të thotë që ata të jenë mbi ligjin. It is a difficult balance, Është një balans, një ekuilibër i vështirë. but we would support the government. Por ne mbështesim qeverinë në punën e tyre për të reduktuar imunitetin e gjyqtarëve që do t'i shërbejë punës së tyre. We hope that a political consensus can be achieved on this to Ne enable shpresojmë appropriate legislation to be enacted. Që një konsensus politik do të arrihet për këtë çështje në mënyrë që të procedohet. Ky portal ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, sepse pikërisht konsolidon monitorimin e gjyqësorit nga ana e publikut dhe është padyshim një hap i jashtëzakonshëm në gjithë marrëdhënien e brisht, do të thoja, ndërmjet publikut dhe drejtësisë. Ky sistem krijon një hapësirë të re të shprehjes së qytetarëve ndaj gjithë sistemit drejtësisë. Sot ngrihet një urë e re, një urë e fortë komunikimi dhe partneriteti midis qytetarëve dhe sistemit drejtësisë. Vendosim sot në këtë ditë shënuar një standard të ri të marrëdhënies së publikut me drejtësinë. Sot ka përfunduar tërësisht portali, ka përfunduar tërësisht trajnimi dhe është trajnuar stafi administrativ, kryesisht inspektorët, të cilët merren me pjesën e inspektimit gjyqësor. Ankesat e qytetarëve ndaj sistemit drejtësisë nga java e ardhshme do të jenë online.